Goditet një tjetër rast i shitjes së lëndëve narkotike të forta në Lushnjë. Siguronte sasi kokaine dhe ndante në doza me qëllim shitjen në zona të ndryshme të rrethit Lushnjë. Arrestohet nga policia 32 vjeçari dhe sekuestrohet lënda narkotike. Sipas njoftimit të policisë, si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas që shiste lëndë narkotike të forta në doza në zona të ndryshme të rrethit Lushnjë, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë kapën dhe vunë pranga autorin e dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale, shtetasin MZ 32 vjeç, banues në Lushnjë. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi u gjet sasi lëndë dyshuar narkotike kokain e ndarë në doza ganti për shitje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.